Edhe sot e kësaj dite neve kemi musliman të mirë të cilët kërkojnë përfundim të mirë. Pa në vitet 90 më kujtohet isha si student atëherës pa të përfunduar një përfundim të keq ka pas një anije e Egjiptit atëherës ka qenë Salim Express dhe ktheheshin prej haxhit haxhit dhe vdiqen me qinda haxhiler. U fundos një anije e tërë dhe tregon njëri prej mbijetuarve tregon rastin e gruas së tij, e cila gru kishte qenë grua e devotshme, po kthehej prej mysafirllëkit Allahu Teala dhe në atë rrugtim po i ndodh fatkeqësia në fjalë dhe po fillon me u përmbyt anija e tyne. Ajo ishte në kabinën e saj dhe po kërkonte shamin që ta vendoste. Sa të gjithë i kishte kap paniku dhe kërkonin me dalë me të shpejt, dhe sa ajo mundohej me imbulu flokët e saj. Dhe po i thot burri, eja ma shpejt se u përmbyta. Ajo po i thot prit, se s'muj me dalë pa imbulu flokët e mia. Po eja ma shpejt, rrugës e ndreq, vallahi thot nuk du të më takoje vdekja, e une të jem femën që se kom respektu urdhnin Allahu Teala. Prit, thot e prita, rregulloj, e bani shamin se duhet, pastaj dolëm, thot, jashta kabines, jashta. Dhe e pam se ishte përfundim e sipër, nuk kishim rrugdalje, anija vetë që kishte fillu përmbytjen e vetë. Dhe kjo gru e ka për burrin e saj dhe i thot, a je razi, a je e knaqme me mu. Ky thot mundohesha mi largu pak vëmendjen e saj. Pasha Allah më trego, a je e knaqme me mu. Ishte muslimane e devotshme në plot kuptimin e fjalës, e cila e dinte hadithin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që thoshte pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse një grua muslimane e devotshme vdes, e ka namazin tamam, e ka agjerimin e muajit Ramazanit tamam, dhe burri i saj është i kënaqur me ta, Allahu Teala dërgon melaqet dhe i thajnë, zgjidh një prej 8 dyrëve të xhenetit, në cilën derë xhenetit po kërkon ti me hy. Zgjidh. Dhe kjo e dinte këtë hadith dhe e pa përfundimin se nuk kishin rrugdale përveç se duhet me dorëzu emanetin e shpirtit, se po shifet se jemi duke u përmbyt. Dhe derdhin e fundit e kishte me marr halallëk prej burrit. Dhe thot, i thash vallahi jem razi, Allah i qoftë razi me ty, qoftë i knaqë, se vallahi jem i knaqë. Thot atëherë busqeshi dhe u gëzu shumë, dhe ma nuk më ka fol asnjë fjalë, përveç se përsëriste shahadet, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dhe në atë gjendje e arrin vdekje. Dhe bënte dua burri i saj, i përlotën për gruan e tij të devotshme. Cila gru sot është e këtill o vllazë. Nëse ka të këtilla, lumë për to, që dyert e xhenetit hapura krah janë duke i pritë inshallah në ditën e gjykimit, të cilat e kanë dert kënaqësinë e burrave të tyre.